Mirë më ngjesi miqtë e mi me këto petulla. Jam kthyer në Katum të shtëpia prindërve të mi. Dhe me këto njerëz të mrekullueshëm ju kam thënë, mielli, veza, çdo gjë bio, qumshti, thash pse jo po bëj ca petulla. Më thënë drejtën e Zotit, mama ime kështu i bënte, është mirë që brumi të jeti holl, të keti çik zjarr flak. Unë në fakt me vaj misri bëj me thënë drejtën, ja petullat. Brumi duhet jeti holl miqtë e mi që petullat të fryhet, ja shikon, dalin fantastike. Unë me një gjysmë kile miell e kam bërë me qumësht, me 400 gram qumësht, mililitër qumësht, me 3 kokravez të freskët dhe me 1 filxhan shëllir djathi. Ja. Të bëhen sekond në zjarë, edhe nga që vaj shumë i nxehtë dhe zjarr dhe brumi duhet pak i holl, jo i trash. Vezë të freskëta bëjnë punën e vet, ajo nuk diskutohet. E rrahi çik brumin me thënë të drejtën. T'ja u tregoj dhe brumin. Ja ku është brumi. Më falni për enët, se unë këtu jam Katun edhe nuk është. Ja, kaq është brumi, trashësia, konsistenca si ta doni ju. Po 3 vezë të freskëta dhe qumshtin pas një pikë ujë. Ja. Dalin fantastike dhe zjarri këtu. Si në Katun, pra kjo është bukuria. Me besoni, unë nuk dua të kem, si thonë, misht pjek ose peshk. Vetëm ajo dashuria, nostalgjia që të japin dhe nostalgjia për prindër që të kujtojnë maman, gjyshen, çdo gjë. Ky është fshati miqtë e mi. Ja petullat. 100% bio. Vetëm vaj nuk kam bove, e tjerat janë vetëm Zoti i Madh dhe këto njerëz të mi të mrekullueshëm. Ja dhe më ngjesi në fshat me petulla 100% bio, duke filluar nga të gjithë përbërësit. Djathi 200%, e shikoni. Djalpi, reçel vishnje, reçel lule shtrydhe, vezë fshati të ziera dhe ujë burimi. Ky është ujë nga burimi jonë, se shishja është ashtu. Ju uroj një ditë të bukur. Ky është mëngjesi miqtë.